Parlamenti do të përpiqet sërish nesër të zgjidhë Albulena Xhiun si kryetare të kuvendit, pas 8 përpjekjeve të pasuksesshme deri më tani. Pavarësisht mbështetjes nga partia e saj, Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë votat e nevojshme, duke lënë procesin të bllokuar dhe të pasigurt. Nga ana tjetër, kreu i AK, Ramush Haradinaj, është shprehur për një qeverisje të re, asaj të opozitës. Jam përpo aktualisht një të drejtë morale ka PDK-ja, ka më së shumti vota dhe do të ishte Bedri Hamza, po nëse do arrini marrëveshjen PDK-LDK, edhe Lumir Abdigjigu për mua është i pranueshëm, tha Haradinaj. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Driton Tali, me një pranësim për bota sot, thot se formimi një qeverie stabile nga opozita duket e pamundur, pasi bashkimi tripartive shihet si i pashëndrueshëm. Sipas Talit, 3 alltar për një mullar është shumë. Derisa thekson se procesi i zgjedhjes së kryetarit të kuvendit ka hyrë në qorsokak për shkak të ngërçit ligjor, duke bërë të pashmangshme diskutimin për zgjedhje të reja. Të ju them të drejtën, unë si zgjidhje të kësaj njëje po i shoh zgjedhje të reja, nuk besoj që as opozita do të jetë në gjendje të krijojë qeveri stabile. 3 parti, 3 alltar është shumë vështirë me lidh për një mullar. Unë e shoh si problem mënyrën e shkuarjes në zgjedhjet e reja për shkak të normativave ligjore. Zgjedhja e kryetares së kuvendit është fut në qorsokak, për mos të thënë, pas zgjedhje po them futile, thot ai. Kurse në fund Tali shton se asnjëra palë do të tërhiqet për të mos e keq interpretuar, por kjo krizë po shihet si një mosim se si nuk duhet vepruar në të ardhmen. Asnjëra palë, pas zgjedhjeve, këtyre deklarimeve dhe veprimeve këto javët e fundit nuk do të lëshoj pe, sepse pastaj do të keq interpretohet. Sidoqoftë, kjo është një eksperiencë ndonse fare e panevojshme, e cila do të na shërbejë për të ardhmen, se si nuk duhet vepruar, përmbyll ai. Ish deputeti Gani Geci ka deklaruar se deputeti i vetëvendosjes dhe ish kryetari i kuvendit Gleu Konjovca e ka telefonuar një ditë para seancës së parë konstitutive të kuvendit për t'i kërkuar votën e vajzës së tij, Marigona Geci, për formimin e qeverisë Kurti. Këtë deklarat Geci e bëri në emisionin Debat Plus. Sipas Gecit, telefonata me Konjovcën ka ndodhur më 14 shkurt, një ditë para seancës së parë konstitutive të kuvendit. Ai tha se Konjovca e kishte pyetur se çfarë kërkonte në këmbim të votës së Marigonës. Nuk ka tani, por ka pas. Nga sekseret e lëvizjes vetëvendosje. Është një prej deputetëve të vetëvendosjes të rrethit të Prizrenit dhe ish kryetari i kuvendit të lëvizjes vetëvendosje zoti Gleu Konjovca. Më datë 14, një ditë para seancës së parë më thirri në telefon dhe më ka thënë, çfarë po kërkon që të na votosh për që Marigona Geci të votojë qeverinë Albin Kurtit. Dhe unë i kam thënë, unë nuk kërkoj asgjë, unë nuk shes votën time, unë nuk i shes 20.500 vota që i ka marrë Marigona Geci në LDK, ka thënë Geci. Gjatë komunikimit, Geci tregon se i kishte kërkuar Konjovcës që kryeministri në detyrë Albin Kurti të fshinte një postim të mëhershëm dhe të kërkonte falje publike për të. Por unë kërkoj nga Kurti t'i përgjigjet letrës së vllaut tim Halil Geci, që e ka shkruar më datë 9/10/2024 dhe të kërkoj falje publike, sepse Albin Kurti për familjen Geci po e luan rolin e njëjtë qysh e ka luetur Hashim Thaçi për 20 vjet dhe për 5 vjet po e luan rolin Albin Kurtit, ka thënë Geci në Debat Plus. Postimin në fjalë kishte të bënte me përmendjen e Abedin Rexhës, Sandokanit ku Kurti kishte shkruar për vrasjen e tij në pyjet e Klodernicës më 8 tetor 98. Mesazhi që Geci kishte kërkuar Konjovcës ishte: fillimisht më fshi, edhe më kërko falje, edhe hajde me od. E flasi me vllazën. Konjovca i kishte përgjigjur menjëherë me një mesazh të shkurtër: shumë faleminderit Gani.